kolegë të mi, prokuror, Prokurisë Speciale dhe stafin. Sigurisht që falenderoj shkon edhe për ekipin e mjekësisë ligjore që është bërë një punë shumë të mirë, profesionale, për identifikamin e atyre mbetje motore që deri tash është vërtetuar se janë në origjinë njerëzore. Apo dihet ande kur pritet me përfundu gërmimet? Ky proces mund të zgjatë, nuk mund të themi se kur përfundojnë, ajo që ka shumë rëndësi është se identifikimi merr kohë dhe kërkon standard për të marrë dhe për të identifikuar pastaj përmes ADN-s secilin trup. Mirë, po këto mbetje nuk është se mund të tërheken aq lehtë, sepse duhet që paraprakisht të konstruktohet trupi i njeriu. E pastaj ato të shkohen të dërgohen në mjekësi ligjore, pastaj të vazhdohet me procedura të tjera. Ata që unë mund me thonë sot para juve, Prokuria Speciale do të zbatoj procedura shumë profesionale, pa anshme, pa varura, me qëllim edhe të respektit ndaj viktimave, po edhe ndaj familjarëve të tyre. Unë ato që kisha thonë para juve dhe kisha bo thirrje gjithë komunitetit përgjithësi, është që mos deklarohemi shumë për rastin, sepse akoma gjithçka është heret dhe deklarimet në publik mund ta dëmtojnë procesin e hetimit e natyrisht dhe mund ta devijojnë rezultatin final. Prandaj unë nuk kam çka shtoj për momentin më tepër, sepse ata çka dua ta them është faza preliminare që është të punu. Punimet kanë filluar me intensitetin e duhur, edhe një herë për shfrytëzim rastin të falenderojmë gjithë ata që janë pjesë e këtij operacioni ndihshëm këtu. Faleminderit. Mirupafshim, respekt. Faleminderit.